edhe vlera e ekipit, unë po besoj që Kosova ka vlerë më të madhe, po do lojtarë që i kemi aty nuk vlerësohen sakt. Për shembull Dellova dhe Gallopin e kanë vlerën 1 milion euro. Unë mendoj që ata vlen shumë më shumë. Sot në këtë futbollin që luhet edhe që vlerësohet në botë, Sidomos Gallopini me atë mushë as të re. po, ose edhe Dellova, po tash edhe pasporta pak e bën problemin, Po. se me kon lojtar të Bashkimit Evropian kishin vlerë shumë më shumë. Po. Domethënë me kon Kroat ose Sloven, Po. edhe një klubi Gjermanisë mundet me marrë se ka një lojtar të Bashkimit Evropian në ekip edhe se ka ekstrakomunitar. E ku thonë edhe në të kaluamën, po besoj që shumica, sidomos këta që i kena që kanë vesh në shtetësi, se ka lojtarë që kanë dy shtetësi, na e dina në ekip. Po të pishumë të rrit. Ponte Aslani ju dy fishu me Vlera, ju dy fishu Albian Hajdarit. Po. Edhe një lojtar që ju ka rrit vlera është Albian Ramon, edhe ati ju ka rrit nëstë vlera pe kalimin sport. Po besoj që në ekipi vlen në dy konsuaj patëm 120 na? 131, Slovakia diku 138. 7 milion ke diferenca. Po besoj që nështë ta me një kalkulim të cakt edhe ti shumë kohë bëje ekipi kështu ma shumë se 200 milion euro.